Përshëndes Sonila, jemi në ambientet e palestrës së shkollës së Kamzës Hillary Clinton, aty ku pritet në moment të nisë numërimi i votave, por janë konstatuar disa parregullsi. Bëhet fjalë për 2 kuti votimi, në të cilët janë gjetur flet votimi jashtë kësaj kutie, duke bërë që ato të pezullohen dhe të pritet një vendim nga KZAZ-ja për të mësuar nëse do të shpallen të vlefshme apo jo. Ndërkohë në Kamës janë gjithsej në këto KZAZ janë gjithsej 89 qendra votimi që i bie nëse shpallen të pavlefshme do kemi 87 kuti votime që do të numërohen sot dhe përfshihen vetëm Bashkia Kamës, zona e Batores, Bashkisë së Kamzës, Valias dhe Laknas. Dua të theksoj faktin që në procesin e votimit në Kamës shoqëruar një sër parregullsisht në pranit të punojësve të administratës publike në afërsitë e qendrave të votimit, ndërkohë që një fakt interesant është pikërisht fakti që kryetari i komisionit më ndihmon operatori nëse është i pranishëm në këtë sallë. Nuk është për momentin i pranishëm, është pikërisht, është i ulur një person i veshur në të bardha, është pikërisht personi që ishte i pranishëm, ishte i pranishëm në një prej qendrave të votimit, kur ne ishim të pranishëm me grupën e xhirimit, ku ndodhi edhe një problematik dhe hiqej përpara zgjedhësve si një përfaqësues i komisionit qendror të zgjedhjeve, madje ne jemi drejtuar publikisht me pyetje se në çfarë cilësie ishte aty dhe na tha që të drejtoheshim me një shkresë komisionit qendror të zgjedhjeve për të mësuar se çfarë pozicioni kishte ai dhe çfarë bënte konkretisht, ndërkohë që nga denoncimet e shumta nga qytetarët, por edhe nga përfaqësues të Partisë Demokratike, vëzhgues të kësaj force politike, na bën me dije se ai ka qenë gjatë gjithë kohës i pranishëm me pjesë të administratës publike dhe me përfaqësues madje edhe të Ministrisë së Bujqësisë në ambientet pranë shkollës që shërbente si një qendër votimi për të orientuar, intimiduar, presionuar qytetarët, por jo vetëm, edhe vëzhguesit e Partisë Demokratike, ku ka pasur dhe një incident që një prej vëzhguesve të Partisë Demokratike i hoqën edhe bexhin e vëzhguesës të pajisur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke krijuar aty një problem ku deshe edhe ndërhyrja e policisë. Pra ky është kryetari i komisionit. Ky person që hiqej si përfaqësues i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilës unë personalisht ju drejtova me pyetje se në çfarë cilësie dhe se çfarë bënte gjatë gjithë kohës jashtë ambienteve të shkollës dhe më kërkoi që t'i drejtohesha Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me një pyetje për cilësinë e tij. Të ndërpres pak Marsi një sekond. Kjo është video, eksakt për këtë video e duke folur. Për këtë person që rezulton jashtë qendrës ajo që je duke konfirmuar. Meqense kemi pamjet, më konfirmo pak çfarë për jashtë dhe një herë dhe më pas rikthehemi edhe një herë me pamjet e drejtë për drejta. Po Marsi. Jashtë qendrës së votimit, një shkolle në Kamës, ishte pikërisht ky person dhe disa persona të tjerë nga administrata publike. Këto informacione sigurisht i morëm nga qytetarët të zonës që i njihnin personat dhe u jam drejtuar publikisht se në çfarë cilësie ishin aty. Një prej personave ishte pikërisht ai që hiqej si përfaqësues i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe unë ja drejtova publikisht këtë pyetje, nëse ishte apo jo, dhe kërkova madje të më tregonte bexhin e tij për të më konfirmuar cilësinë e tij dhe çfarë donte një përfaqësues i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pikërisht jashtë qendrës së votimit për t'i rëntuar zgjedhësit dhe për të qëndruar pranë me punojës të tjerë të administratës dhe punojës të ndryshëm të ministrisë, ashtu sikurse u sinjalizuan edhe nga qytetarët. Kjo ka krijuar edhe konfrontim me vëzhguesit e Partisë Demokratike dhe me përfaqësues të opozitës, të cilët kanë kërkuar her pas here largimin e tyre, çfarë solli edhe një konfrontim përplasje dhe ndërhyrje të forcave policore. Dhe pikërisht kur mbërritëm në këtë KZAZ, u përballëm me faktin se kryetari i komisionit është pikërisht ky person
që na u hoq si përfaqësuesi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Patë mundësi të flasësh me të Marsi kur mbritet në KZ? Ke patë mundësi? Pata pak më parë edhe një përballje me to, kur tentova të hyja të merja informacion dhe më tha që nuk lejohesha të futesha në perimetrin shumë afër ku janë antarët dhe kryetari i komisionit, dhe unë i thash sigurisht që edhe ju ishit përfaqësuesi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në shkollën ku ishte votime dhe sot jeni kryetar dhe thjesht qeshi me këtë fakt, duke më konfirmuar kështu të vërtetën. Marsi, të falenderoj për informacionin, sigurisht Syri Televizion është aty për të ndjekur nga afër, për zbardhur edhe pak më shumë këtë gjë e cila është edhe një herë Aulona? Marsi, se më njofton Aulona me të drejtë, kjo është video eksakte që po shfaqim në cilën personi në fjalë ndodhe jashtë ambienteve të shkollës dhe më pas kur ka ndodhur edhe më pas ndërhyrja e policisë. Kjo do të ndjekur në fakt, në gjithsesi po e bëjmë denoncimin live, është i njëjti person i cili ndodhej atje dhe që të kryeson edhe është i njëjti, për këtë nuk kam asnjë. Je dëshmitare, absolutisht. Që kam folur që në fillim me këtë profesorin, kam pas kontakt të drejt për drejt edhe në qendrën e votimit, edhe këtu në qendrën e numërimit, kështu që mund ta konfirmoj eksaktësisht këtë gjë. Faleminderit Marsi. Shikoj që do të ndërhyj Vjoldi. Jo, nëse marrë fjalën po. Jo, vetëm prit se po qëndroj pak tek kjo çështje, vetëm pak të informoj. Atëherë më informojnë që në KZ Po, Marsi. Një prononcim prej ti. Patjetër. Të na tregoj si ka aftësinë të jetë një koshëm edhe përfaqësuesi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, edhe të jetë pranë zyrtarëve të Partisë Socialiste, edhe të jetë kryetari i komisionit. Është duke ngrënë, nuk na lejon, por gjithsesi unë jam duke e pritur. Patjetër. Sepse nuk dua që të cënoj privatësinë e askujt duke ngrënë, por do tentoj sigurisht që të marr një prononcim që si ka mundësi që është i njëjti person. Në prononcimin e parë më kërkoi të drejtohesha me shkrim, shpresoj që